Pas kërkesës së prerë të kryetarit të Bashkisë Shkodër Benet Beci për rikthimin në gjendjen optimale të segmenteve rrugore të dëmtuar gjatë hapjes së tyre për investime në rrjet, ka nisur këtë hëm puna në terren për riparimin e tyre. Dëmtimet janë shkaktuar gjatë ndërhyrjeve të ndërmarrjes së ujësjellësit dhe të operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike në Shkodër, teksa janë hapur rrugët për realizimin e investimeve në rrjetin energjetik dhe infrastrukturën përkatëse. Shefi i degës teknike pranë OSHE Shkodër, Xhon Bala, bëri të ditur se procesi i riparimeve ka nisur të hënë dhe do të përmbyllet brenda 3 ditësh në të gjitha segmentet ku gjatë hapjes për investime janë shkaktuar dëmtime nga OSHE. Në kuadrin e investimeve që është duke bërë drejtoria rajonale e Shkodrës, jemi qenë të detyruar të presim disa rrugë të qytetit të Shkodrës. Pas përfundimit të investimeve, në të gjitha rrugët që janë dëmtuar nga ana jonë, drejtoria rajonale ka marrë masat për shtrimin dhe mbylljen e të gjitha kanaleve dhe gropave ku janë bërë punime. Ne jemi edhe në varësi të motit. Ne mendojmë që brenda për 2-3 ditë do të mbyllim të gjithë segmentet që janë dëmtuar. Sipas tij, ekipet janë angazhuar për të rikthyer standardin e duhur të rrugëve në mënyrë që investimet e kryera në rrjet të mos lënë pasoja në infrastrukturën urbane dhe në qarkullimin e qytetarëve.